Ndërsa mbushon 6 vite nga tërmeti shkatruesi 26 nëntori 2019, 117 familje në bashkinë e Kurbinit pritet që viti i ri t'i gjejë në banesat e tyre të reja. Punimet në 2 pallate që po ndërtohen si pjesë e procesit të rindërtimit janë drejt përfundimit dhe brenda pak ditësh banorët do të marrin qelsat. Sipas inxhinierit të zbatimit të projekteve Vlazh Gega në bashkinë Kurbin, janë ndërtuar deri tani rreth 1000 apartamente, por procesi i rindërtimit ende nuk ka përfunduar plotësisht. Falë këtij bashkëpunimi që ndërtimi i 522 apartamenteve nga qeveria turke, dhuratë qeverisë shqiptare për bashkinë e Kurbinit, si dhe lokaleve në katët e para në ndihmë të bizneseve që operonin aktualisht para tërmetit. Gjithashtu janë ndërtuar dhe 466 apartamente të tjera si ky pallati që është këtu. Të gjithë banorët që janë dëmtuar kanë qenë banorë të ndërtesave shumë katëshe, në fund të këtij viti do të marrin qelsa dhe do të gëzojnë shtëpi të reja, ashtu siç nuk i kishin më parë. Nuk mund të themi që mbyllet gjithë problematika e tërmetit apo edhe problemeve që ka qyteti i Laçit, por duke qenë pjesë e projekteve të bashkisë, unë them që hap pas hapi do të sistemohet më tej qyteti, qoftë duke pas parasysh strehimin, por edhe rrugicat, rrugët e kryesore të lagjeve, por edhe më tej. Pas gati 6 vite shpritje, banorët shprehen të kënaqur që më në fund do të hyjnë në shtëpitë e tyre të reja. Te këto kanë përfunduar me grafiato, me kanxat e për mbrojtje parapetet, plus edhe grillet. Po mirë, duke deri tash na kënaqur. Po shumë e kënaqur jam. Me ditë me mirëmbajt, me kushtet që kena pas, me kushtet që jam shumë më mirë. Po normal sa më ndryshe. Unë jam e kënaqshme, për dhomë me kuzhinë, me gjithë plot. Kam pas 5 dhomë unë. Me letra, me kret. Në mend prish. Me në kalamajt i kam me shirage turku, po. Gjithë fjale më ka dhënë këtë bashkisë. Po në marsha ato të fëmijëve, jam shumë e kënaqur. Bashkia e Kurbinit ishte një nga zonat më të goditura nga tërmeti 26 nëntori 2019, i cili la pas tre rreth 2000 familje.